Destinacioni i radhës Përmet, ose siç njihet ndryshe edhe qyteti i trëndafilave, ku dhe një shprehje përmetare thot: këtu gjen gjithçka veç detit. Përmeti është një qytet dhe një bashki në qargun e Gjirokastës në jug të Shqipërisë. Shtrihet buz lumit të Vjosës, lumi i fundit i egër në Evropë, i cili është një trashëgimi natyrore me rëndësi të jashtëzakonshme dhe potencial të madh turistik. Malet më të rëndësishëm përreth Përmetit janë në Mërçka 2405 metra, Dhëmbërli 2080 metra dhe Trebeshina 1922 metra. Një qytet i vogël i rrethuar nga male, lumej dhe fshatra, me shumë mundësi akomodimi, aktivitetesh, shumë taverna dhe bare të lehta, një histori të pasur dhe shumë zona që nuk duhet i humbisni. E çfarë duhet të vizitosh në Përmet? Guri i madh i Përmetit. Guri i madh i Përmetit ose guri gjigant ndodhet pranë lumit Vjosë dhe është e pamundur mos të vihet re. Është ndoshta guri më i madh që keni parë ndonjëherë dhe sot konsiderohet monument kulture. Ka shumë histori për gurin, njëra prej të cilave thotë se qyteti i Përmetit mori emrin nga një hero i quajtur Premd, historia të cilit është transmetuar brez pas brezi. Ky hero vendosi të hidhej nga guri i qytetit në vend që të vdiste në duart e armikut. Guri është përdorur gjithashtu si pikë urrejtimi për të kontrolluar karavanat gjatë shekujve 18 dhe 19. Zona përreth shkëmbit të madh thuhet se është e mbrojtur dhe mitet e qytetit thonë se është ndaluar t'i afrosh shkëmbit kur është errësirë, sepse mund të ndodhin gjëra të këqija. Parku kombëtar i Bredhit Hotovës. Bëni një shëtitje këtu dhe vizitoni fshatrat piktoreske aty pranë. Ura e Bënjës. Ura e bukur osmane e Bënjës me burimet natyrore të ujrave termal është ende në gjendje shumë të mirë. Nëse esni deri në mes të urës, mund të shihni të bëni disa fotografi shumë të shkëlqyera të lumit dhe fshatrave përreth. Pishinat termale. Pishinat termale janë disa burime të nxehta të vendosura në një mjedis piktoresk. Një grup burimesh të nxehta, nga të cilat janë krijuar pishina të vogla me ujë në mallësi të ndryshme. Çdo pishinë përdoret për trajtim të një problemi specifik, për shembull ankthe dhe sëmundje të tjera të lëkurës, reumatizma dhe sëmundje të trupit ose stomakut. Kanioni i Langaricës. Burimet dhe ura shënojnë fundin e kanionit të Langaricës, i cili është i gjatë rreth 5 kilometra. Përmeti gjithashtu është dhe vend i figurave të shquara historike dhe kulturore. Ndër ta mund të veçojmë Abdyl Frashëri, politikan dhe hero kombëtar; Naim Frashëri, poet dhe hero kombëtar; Sami Frashëri, shkrimtar dhe hero kombëtar; Shahim Frashëri, poet i shekullit të 19. Ervis Kaja, futbollist; Laver Bariu, klarinetist; Ilirian Caushaj, futbollist; Mithat Frashëri, politikan, diplomat dhe intelektual shqiptar; Antoneta Papavali, aktore; Odhise Paskali, skulptor dhe artist i popullit të Shqipërisë; Turhan Përmeti, politikan dhe ish kryeminist i Shqipërisë; dhe shumë figura të tjera të shquara të politikës, historisë dhe kulturës shqiptare. Përmeti gjithashtu është i njohur dhe për kuzhinën e tij, veçanërisht për llojet e ndryshme të reçelit dhe kompostës, si dhe për prodhimin e verzë dhe të rakisë vendase.